jemi një objekt që nuk mund të do të pa e treguar nga fillimi historinë, që fillon funi 88 në momentet e fundit të regjimit atëherë dhe ngec, ndërtohet keq dhe në 2010 mbyllet prapë, në 2015 hapet, po prapë në gjendje jo të mirë, si objekt ka pasur disa tentativa nga pushtetarët para 2013 për ta bërë gati dhe markat në planet e tyre dhe në projektin e ri që ne vëmë një jetë këtu bashkë me Konopsin, na del një problematikë shumë e madhe me strukturën e cila del që nuk ka qenë ndërtuar siç duhej dhe kështu që gjithë përforcimi dhe ndërhyrja pas tërmeteve që fillon me Konopsin bëhet me një ndryshim projekti që në fillim. Kjo ka rënë një vonesë në kalendarin e punimeve, në radhë parë, në radhë të dytë. Ka shëguam përsëri në 2015 pra kur rihapet, ka shëguam një objekt i cili ishte në tokë pa letra, në një hallakati dokumentacioni probleme ligjore para mbrapa, privat para, privat mbrapa. Të gjitha këto janë kompletuar vetëm deri vitin e fundit, me shumë mundim, shpronësime, dokumentacion në mënyrë që ne ta bënim projektin tot brenda dhe jashtë. Si risi kemi përveç katit parë që është ekspozimi, siç ka qenë në parim, kemi dhe katin e dytë, i cili shtohet në sirofaqe ekspozimi, kemi praktikisht 2 fishime në sirofaqe ekspozimit për ka koleksion të madh muzeu. Po, shumë i pasur dhe kati i dytë, siç po thotë ministri, do të hapet të ishtas pas rekonstruksionit. Nuk ka qenë asnjëherë funksional, le të themi. Ka një muzealizim mirë, i cili ruan edhe pjesën e klasike dhe pjesën e mënyrës kronologjike të ekspozimit që ka qenë më përpara, se duhet ta ruajmë. Pjesa e katit dytë do jetë pak më inovatore. Do kemi përse edhe një shtesë sa i takon disa prej gjuhëve të reja që do përdorim për ekspozimin. Ka shumë material, ka shumë inventar, ka shumë arkiva, ka koleksion të madh. Po, edhe sistemohet dhe vonë gjetur një situatë jo të mirë me kontener jashtë, me depo të çrregullta pa regjistruara, pa magazinuar armit, të gjitha këto zgjidhen projekti i tërmetit, ëh? Ky pati do me se ne nga bërë një restaurim, po ishte pa tërmeti kryeministër, siç pati edhe një pjesë e murit rrethues dhe torrës veneciane që u bër gjithashtu me projektin e fondeve të bashkimit Europian me programin EU for Culture, edhe gjithashtu në rekonstruksion është edhe Muzeu etnografik i qytetit, apo Muzeu i qytetit le të themi, po edhe ai i dëmtuar nga tërmeti 2019 dhe në proces rekonstruksione. Është magazina e gjithë artefakteve, si kemi një artefakte, që do ekspozohen në kartën e fundit, në kartën e parë. Dhe kjo ishte hapi i parë në pas të filluar punën është të paketojmë të sistemojmë gjithë artefaktet këtu. Këtu do jetë sala seminarit në të ardhmen, po se shumë afër do fillojmë që paketimi dhe vendosin e kërënis muzeore. Sala katit dytë ka dalë goxha mirë. Se do bënë në mënyrë rëmë ju, diçka në katin që do dedikohet asaj jetës sociale, aktiviteteve dhe një balkonadi që shef nga gjitha krahat dhe që do ketë shumë gjallëri. Vizitor, një kurse. Ky është kati i dytë që riorganizohet i gjithi për muzeim, nga e pare që s'ka qenë. Ky nuk ka qenë funksional, do të mobilohet le të themi me përfundimin e restaurimit. Dhe gjithë obori me shumë vlerë, ndërtohet një tent statike, e cila do ketë edhe shumë objekte poshtë që të vizitohet komplet edhe pjesa e jashtme, rreth e rrotull, hapet një pjesë është shpronësuar, është pastruar tashmë. Gjithçka kemi edhe disa. Edhe objekti atje është bërë nga e para. Ai është objekti i ri që do të magazinoj të gjitha ato që janë sot në këto kontener që kemi jashtë. Do hiqen bashkëpunim me Institutin e Arkeologjisë. Do hiqen kontenerat. Do hiqet gjitha, do spastrohen, aty ka dhe ato që kemi bërë ne, po dhe ato që ka lënë Instituti i Arkeologjisë në vite. Edhe kjo këtu hiqet si ndërtesë, kjo e gjitha të organizohet një tendë madhe statike me hije, që do ketë pastaj objekte, do ketë aktivitete dhe ka dhe një po. Kjo është streha, dhe
do ketë një ashensor panoramik nga mbrapa që mund të shohësh gjithçka çka ka obori dhe të shkosh direkt në katin e tretë ku kemi pastaj gjithë pjesën e Shumë bukur. Dhe këtu pastrohet komplet, ha? Po. Do të pjesën në dërë. Po. Jashtë. tek disa gjetje kryetare e bashkisë, tek disa gjetje Të gjerë që kastriotit. arkeologjike të shkolla që ne ndaluam, mund të bëjmë trashëgimin e gjatësia erore tek pallati i shohim atje mbrapa. Është gjergje, Ka po. disa gjetje që ne duam të lidhim me një shtek dhe ta bëjmë që këtu vizitorët që kanë deri atje të vinë, se do punojmë këtu mbrapa për ta Dhe shkolla Gjergj Kastrioti, po. ajo. Ajo që pati gjetje të mozaikut edhe Që bëvim projektin po. sa herë do punohet për sëmbarje që të jetë përfundimisht të zgjidhur nga të gjitha aspektet si projekt. Të gjitha këto shikoni kollonet janë të përforcuara, të hapura, të ri armatosura, pothuajse të ri strukturuara si kollona se ishin problematike shumë për lidhje. Ky është një muze që ka një numër shumë të lartë të vizitorësh kryeministër dhe është shumë e rëndësishme që të organizohemi një orë më parë. Bashkë me pjesën e muzealizimit, hapjes së oborit dhe kapanonit, siç po ishin ka mbledhur. një gjithë mjesht. Po.